Kjo është godina e një reparti ushtarak me emrin Xhafer Hakani, e cila është kthyer në shkollë prej 15 vitesh për nxënësit e zonës së NSHU-s në lagjen Dyli Haxhere Myzyri të qytetit të Elbasanit. Rreth 400 nxënës të kësaj zone studiojnë aty në kushte tepër të vështira, ndërsa pak metra më tutje, shkolla 9-vjeçare ende pa emër, pothuajse e përfunduar, qëndron e mbyllur. Më në fund, Ministria e Arsimit ka miratuar një fond prej 12 milion lekësh të reja që do të shërbej për përfundimin e kësaj godine shkollore. Në fakt, banorët e zonës së NSHU kanë 6 vjet që prisin që kjo shkollë të përfundojë, ndërkohë që zhvilloi mësimin në një repart ushtarak. 6 vjet më parë nisi puna për ndërtimin e saj, por për shkak të mosparashikimit në projekt të një kati, shkolla mbeti e pa përfunduar në rrethimin e saj dhe kanalizimet. U desh ndërrimi pushteteve që Ministria e Arsimit të paraqikonte një fond për mbylljen e punimeve të kësaj shkolle, ku do të mësojnë rreth 400 nxënës. Banorët thonë se me kalimin e viteve për shkak se godina, ku fëmijët e tyre mësojnë është në kushte të këqija, nxënësit i kishin humbur shpresat për përfundimin e shkollës së re. Sa vite ka që pritet që të përfundojë shkolla? Ka shumë vite, shumica e punës është bërë, nuk e di ku është ndaluar puna që zven fëmijët të studiojnë atje. Fëmijët aktualisht shkojnë në një ish repart ushtarak, apo jo? Pra, është repart ushtarak, vjen atje, kushtet nuk janë aq të përshtatshme, klasat sigurisht janë të vogla, janë bërë për shkollë. Vjen para dite mbas dite, duke u nisur që është bërë investim i madh. Ka mundësi që të vjen vetëm para dite të mbarojë puna. E presim me padurinë tjetër. Duhet rruga, kanali ato domethënë. Sa vite ka që bëhet mësimi në atë shkollë? Tu ka 15 vjet. Po bëhet jetë do jetë më mirë për gjithë lagjen, për atë lagjen anë më thanë. Për këtë vit na thanë që mund të përfundoj. Çfarë gjendje është shkolla aktuale? S'ka gjendje të mira, shumë keq. Si kemi kushtet e mira. Shkolla gati e përfundume, nuk e di si për çfarë gjëja ka ngel, për gjëra të vogla, se unë kam qenë, kam pa shkollën, nuk ata bën punë partish, hyni parti, e lën shkollën gjysmë, hyn partia tjetër, e lën shkollën gjysmë tematan. S'ka kjo punë partish, nuk ka punë shkollë se dumë, ne dum shkollën patjetër, se ne kemi kalamaj. Punimet për përfundimin e shkollës pritet të fillojnë në muajin shtator dhe të përfundojnë brenda këtij viti. Edhe pse nuk do të kenë mundësi ta fillojnë mësimin në shkollën e re, nxënësit e kësaj zone të paktën do të ulen aty vitin e ardhshëm.